Nësë pari herë i përgëzojmë femrat dhe vajzat të cilat janë mbuluar në përgjithësi, në veçanti ata të cilat bëjnë durim këto temperaturat të larta me mbulesën e tyre. Dhe themi se ju së pari herë keni realizu urdhën e Allahut Azza wa Jall, keni respektu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe një pasu sunetin e grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një përgëzim bajgje i madh për një vajzë muslimane, për një femër muslimane e cila mban mbulesën e saj, mbulesë e cila simbolizon në nështrimin e saj ndaj urdhnave të Allahut Azza wa Jall. Dhe themi së pari herë kur je mbulu, ke realizu urdhën e Kur'anit, sepse Kur'ani shpallja e Zotit ka mësu që ti të mbulohesh. E dyta, ke praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai ka mësu gratë e tia që ata të mbulon dhe gratë e sahabëve. Dhe gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë praktiku dhe kanë realizuar atë urdhën të tyre dhe janë mbulu. Dhe themi ti oj vajzë, oj femër e cila je mbulu, po të përgëzojmë se kur dalesh para Allahut Azza wa Jall, kur ballafaqohesh me pyetjet në varr, do të dish se çfarë të përgjigjesh. Kur do të pyetesh kush ka qenë Zoti, atë ke më thon Allahu Azza wa Jall, sepse ke praktikuar urdhnat e Zotit, e ke njoh Zotin tënd, dhe pse Allahu të ka urdhëruar ti je mbulu dhe i ke përballuar gjitha temperaturat dhe sfidat klimatike të cilat i ka do të thotë kjo dunjë. Ama çka ke bo sabër dhe durim pse Zoti të ka mësuar ashtu. Kur do të pyesin kush është pejgamberi jot, kimë thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse ti në mënyrë praktike ke treguar se unë e praktikoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ke dëshmuar se ti je dashamire e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe do të thotë do të dish që thuash se ti je pasues e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që dhe do të dish me thonë se feja jote është Islami, sepse Islami kështu të ka mësuar. Pra kjo është një përgëzim për ty në atë moment dhe në atë çast kur nuk bëjnë dobi malli as vladi, por do të bëjnë dobi veprat e mira që i ke bën në këtë dunjë. Njëra prej mënyrave që besimtari manifeston dhe demonstron besimin e saj të shëndosh dhe bindjen e saj në besim te Allahu Azza wa Jall është edhe mbulesa. E kota është fjala një vajze e cila thotë unë e dua Allahun, e dua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ama unë nuk bëj sabër që të mbulohem këto temperatura të larta të nxehtit. Themi fjalë të ke shumë të mira, ama veprat si ke askund. Porse një vajzë e cila pretendon një gjë të tillë, do thotë edhe mbulohet, themi po atje e ke qellu dhe lutim Allahun Azza wa Jall si pasojë durimit ton në këtë të nxehtë të kësaj dunjoje që të mbrojë nga zjarmi i xhenemit, të ringjall në dunjë faqebardh me vepra të mira, e mbulume do thotë nga mëkatet dhe nga gjunahet dhe me një formë me automatizëm edhe e falt nga gjunahet e cila do del para Allahut Azza wa Jall me vepra të mira. Allah shpëlbeft.